Me ju Bledi, kur e keni eksperiencën e parë të agjëruarit? Ne si familje, po dua të them, tradicionalisht kemi agjëruar. Kemi agjëruar tradicionalisht. Mirë, po unë mund të them lirisht dikur rreth moshës 13 vjeçare, është një përvojë, një eksperiencë, një ndjenjë shumë e veçantë, përderisa në xhirin e familjes më kujtohet me gjyshrit e mi, të cilët tash nuk jetojnë më, Zoti më shiroft, ka qenë një kënaqësi e veçantë kur ka ardhur koha e iftarit dhe e kemi prish iftarin. Mendoj që shpesh më kap nostalgjia për atë kohë, kam nostalgji edhe shumë më bën ndjehe mirë së paku nëse nuk ka mundur të trashëgoj ndonjë pasuri milionshë ose diçka të tillë, së paku kam trashëguar një edukat fetare, nëse jo me ndonjë dietë specifike fetare, së paku atë sinqeritetin edhe dashurinë për fen cilën i përkasim. Temat cilën e ki ngrit ermer, mendoj ka kuptim edhe filozofik. Po, më të drejtoni. Po, është mendoj shumë e thellë edhe tregon për madhështinë e Islamit në këtë rast, konkretisht këtij muaji të shenjtë Ramazanit. Mendoj që bota sot po shkon drejt një materializmi, i cili ndonjëherë edhe po i ngop njerëz, veçanërisht te vendet perëndimore të cilat kanë një standard të avancuar, njerëz janë duke luftuar vetëm për materialin, duke haruar shpirtërorën. Ndërsa Islami tenton që ta bëj balancin në mes të këtyre dyave. Xhallarët shumë mirë i ceken, porosit e Zotit përmes Kuranit, cilat ja ka shpall profetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hadithet, praktikën e profetit. Mendoj që për mua personalisht Ramazani nënkupton një ndryshim, një evoluim shpirtëror, një lidhje me krijuesin, solidaritet, bujari, sepse në momentet kur ne jemi të etur dhe e kemi barkun e zbrazët, në ato momente ndoshta mendojmë për ata, për skamnorët cilët janë një gjendje jo fort mirë, afrohemi me ta, është një specifik, veçanërisht mendojnë familjet shqiptare në muajin e Ramazanit, rritet gatishmëria për t'i mbajtur edhe lidhjet farefisnore, në sofrën e Ramazanit zakonisht ftohen miqtan, është e pamundur që në sofrën e njerëz nga shtëpiat e muslimanëve të mos ftohet ndonjë i afërm, pse jo edhe komshi, ose të mos jesh i ftuar. Për shembull, veçanërisht Ramazanit e kaluara më ka ndodhur disa herë që të jem pjesë e truezave të bashkëbesimtarëve edhe bashkëfamiljarëve të mi të cilët kanë agjëruar. Madje, mendoj se edhe disa prej atyre që nuk agjërojnë, e xhelozojnë në kuptimin pozitiv atmosferën, i tërheq atmosfera, joshtja e Ramazanit edhe kohës kur njerëzit e prishin iftarin, e kanë një kënaqësi të veçantë i madh dhe i vogël. Mendoj se kjo nuk paguhet, nuk ka çmim. Kjo është një ndjenjë e veçantë. Andaj edhe fjala, citatit cilin e the, ka shumë kuptim madhështor, edhe mendoj se me një fjali është thonë shumë. Sepse ne ndonjëherë themi shumë fjali, mirë po kuptimet janë të pakta, ndërsa në këtë rast mendoj se me këtë fjali është thënë shumë. E më rozë, kjo është rini, kjo shu du tjetë. Po, e mirë. Njëse e trajtojmë vetëm një shtesë të vogël, janë disa ndjesi i përmendi Blendi, do në thotë cilat nuk përshkruan dot, duhet përjetohen. Po, duhet përjetohen. Mirë, do të kemi një pauzë të shkurtër.